Një protestus, për ta kuptuar dhe publiku, ka që me datën 1 qershor, pra për pak muaj bëhet viti, i cili fillimisht ndodhej në arrest në shtëpi dhe më pas me veprime arbitrare nga ana e prokurorisë së Tiranës dhe konkretisht të prokurores Esmeralda Keshi, për cilën ne kemi referuar edhe një kallëzim penal, e cila është e njëjta prokurore në fakt që ka mbyllur dosjen 184, është e njëjta prokurore që sot ka bashortin e saj të lidhur me dosje 184 agent të BKH-s, dhe kjo prokurore, duke shtyr afatin e hetimeve pafundësisht në shkeljet ligjit dhe të kushtetutës, ka bërë që protestuesi për një periudhë të paktën mbi 6 muaj ndodhet në arrest. Sot, gjykata e Tiranës pranoi kërkesën për shuarjen e afateve të paraburgimit, duke caktuar një masë më të lehtë, ajo e arrestit në shtëpi. Në fakt ne kërkuam detyrim paraqitje për protestuesin,